Në një situatë të tensionuar për shkak të akuzave për trafik droge me infrastrukturën e ushtrisë, Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodeli dhe kreu i SHISH Visho Ayazi Lika kanë gjetur rastin të shtrëngojnë duart me njëri tjetrin. Kjo në seminarin me temë Inteligjenca dhe Demokracia, ku të pranishëm ishin dhe shefi shtabit i përgjithshëm Jeronim Bazo, si dhe ambasadori amerikan Arvizu, por dhe përfaqësues të Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes. Indirekt, Ministri e Mbrojtjes Kodeli ka shprehur zotit Ayazi se roli i SHISH-it është të shpërndajë informacion në përputhje me nevojat e qeverisë dhe ky sipas saj është tregues i respektimit të sistemit të demokracisë. Kur flasim për shërbimet e inteligjencës, ne mendojmë se na shkon mendja tek sekreti. Kështu që sfidat kryesore që shfaqet apo që kërkon zgjidhje është se si t'i orientojmë që shërbimet apo organizmat që merren me inteligjencën të respektojnë sistemin demokratik. Kësaj në një shtet demokratik duhet të gjendet një balancë, ndryshe një trade-off midis këtyre dy tendencave ndarëse, apo që kërkojnë në kahe të ndryshme, nëse mund të shprehem kështu, dhe kjo gjë duhet bërë në mënyrë sa ligjore, aq edhe korrekte. I pranishëm në këtë aktivitet ambasadori Arvizu theksoi se roli i shërbimeve inteligjente dhe mbikëqyrja parlamentare janë një çështje mjaft delikate. Sipas tij, kurse nuk duhet lejuar që informacionet të klasifikuara të dalin në publik. Dhe në fakt flasim se elementi përbërës të inteligjencës është vërtet shumë sensitive, sepse kuptohet fare mirë se sa sensitive janë materialet të cilat trajtohen gjatë seancave të komisionit. Integriteti është një gjë e rëndësishme për sa i përket faktit që populli i Shqipërisë duhet të ketë besimin, duhet të ketë besimin e tij në parlamentarët që ai ka zgjedhur, duhet të ketë besimin në qeverinë, në ministren Kodeli, në general Bazo, në zotin Ayazi, të cilët janë personat të cilët i shërbejnë vendit. Arvizu ndërhyn edhe në debatin më të fundit politik lidhur me akuzat për trafik droge, duke u shprehur se diskutimet të jenë të qeta. Përballja e Ayazit me ministren Kodeli vjen pas përplasjeve të forta politike që ka shkaktuar një shkresë e tij drejtuar Kodelit dhe që u bë publik në emisionin Iceberg. Kreu i SHISH informonte ministren e Mbrojtjes lidhur me hetimet për trafikimin e lëndëve narkotike nga aeroporti i Gjadrit pas konstatimit të uljes së një avioni të vogël tip charter në këtë pistë.